Qeveria shqiptare ka qenë në trysninë e ndërkombëtarëve dhe të FMN-s për prishjen e marrëveshjes me kompaninë ÇEZ. Deklaratat vijnë për herë të parë nga ministri i ekonomisë Damian Gjiknuri, i cili ka deklaruar se qeveria kishte trysni për të pranuar një marrëveshje pa konflikte me kompaninë çeke. Që marrëveshja me kompaninë shtetërore çeke, sepse pse përzihet dhe shteti aty, se nuk janë ndarë gjë, nuk është thjesht një marrëveshje komerciale, por është kompania shtetërore çeke energjisë që u soll si u soll në Shqipëri. Nuk po e bëj atë histori tani, krijoi një problem shumë të madh për sektorin energjetik, krijoi një problem shumë të madh në gjithë raportet me të gjithë donatorët dhe financuesit e sektorit energjetik dhe pa u mbyllur kjo çështje në mënyrë miqësore, siç e ka thënë, se ne nuk e morëm vetëm vendim se dolim kështu, u çuam një ditë dhe gjetëm një gjyqje aty, shkojmë apo jo. Që një kërkesë e FMN-s, Bankës Botërore, Bashkimit Evropian, të gjithë institucioneve zgjidhni sa më shpejt në mënyrë miqësore konfliktin me ÇEZ në mënyrë që të hapet fondet e investimeve në Shqipëri në sektorin energjetik. Përgjigjja e ministrit erdhi pas pyetjes së deputetit demokrat Genç Ruli mbi seancën dëgjimore në Komision të Drejtorit Ekzekutiv të Sekretariatit të Komitetit të Energjisë në Vjenë, Janez Kopac, ku deklarua se pohimet e tij mbi kushtëzimin e statusit ishin kundërthënëse me atë të ambasadës çeke. Më herët Gjiknuri prezantoi në komision projektligjin për eficiencën e energjisë, ku tha se ministria ka në plan zbatimin e projektit fillimisht me institucionet shtetërore. Unë nuk e kam problem, ja zoti Surit, lutem, vetëm